Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirplotit. Hamdi dhe falimderimi takon Allahut Gjelleshanu wa Gjelle Gjelalu. Ndërsa përshëndetje të përzemërta qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që pasojnë rrugën e Muhammedit alayhis salam me mirësi deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra besimtar, e falenderojmë Allahun Gjelleshanu pa kufi që sërish na takoi prap në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, një muaj i veçantë, muaj i shpirtit, muaj i disiplinës, muaj i rahmetit dhe mëshirës së Allahut Gjelleshanu, muaj i magfiretit, i faljes dhe muaj i cili inshallah na i mundson Allahu Gjelleshanu të shpëtojmë nga dënimi i zjarmit të xhehenemit ya Rabbel Alamin. Pra, tham se ky muaj është edhe muaj i fitoreve. Për atë arsye sot do të bashkëbisedojmë për një fitore madhështore që kanë arritur besimtarët musliman, që edhe më tutje vazhdojnë korjet e fitoreve dhe sukseseve të më tutjeshme deri në ditën e fundit të besimtarëve musliman, nëse e kuptojnë shumë mirë muajin e agjerimit. Sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, për arsye se e kuptuan shumë mirë muajin Ramazan dhe ata korën fitore dhe çlirime të një pas njëshme, ndërsa besimtarët musliman ditëve të sodit nga keqkuptimi që ja kanë bërë agjerimit apo që e kuptojnë agjerimin në mënyrë të gabuar muajin e Ramazanit, janë në këtë gjendje në të cilën gjindemi. Inshallah Allahu Gjelleshanu na mundson t'i kuptojmë ibadetet dhe adhurimet e Allahu Gjelleshanu ashtu siç don ai. Për atë arsye sonte do të bashkëbisedojmë për një fitore të madhe, një çlirim të madh të një qyteti të bekuar në rrezullin toksor, i cili në historinë njerëzore në përgjithësi, po edhe në historinë e muslimanëve në veçanti, është çliruar pa derdhur asnjë pikë të gjakut. Është çliruar në mënyrë paqësore, pa dhunë, pa bomba, pa kamikaza. Ajo është çlirimi i Mekës. Çlirimi i Mekës është një ndër ngjarjet apo ndodhit më të rëndësishme të historisë islame, e cila dëshmoi edhe njëherë për fitoren e madhe të besimit në një Zot mbi kufrin apo mbi shirkun, mbi politeizmin, të fitores së besës mbi tradhtin, të fitores së drejtësisë mbi padrejtësinë dhe të fitores së imanit mbi kufrin. Sikur sot, por pra me 20 Ramazan të vitit 8 Hijri, gjithsesisht me 11 Janar të vitit 630 sipas kalendarit gregorian, Muhamedi alayhis salatu wassalam me shokët e tij e çliroi Mekën si qytetin e parë në historinë islame. Muhamedi alayhis salatu wassalam i tregoi botës me parullsinë e tij duke hyrë në Mekë se ai nuk don luftë, ai don paqen, ai nuk don çrregullimin, ai don disiplinën dhe rregullin dhe rendin. Për atë arsye, ushtria e pejgamberit alayhis salam në atë ditë përmbëhej prej 10.000 ushtarëve dhe komandanti i ushtrisë së muslimanëve foli një fjali me të cilën pejgamberi alayhis salam e qortoi dhe e uli nga grada e komandantit të ushtrisë së muslimanëve. Çka tha ai? Ai u drejtua mushrikëve të Mekës, mekasve, tha sot është Yaumul Malhama, sot është dita e masakrave. Mirë po pejgamberi islam u hidhrua, e qortoi, tha zbrit poshtë, prej sot nuk je komandant, sot nuk është dita e masakrës, sot është Yaumul Marhama, sot është dita e merhametit apo mëshirës. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, siç dihet nga historia islame, atë ditë Mekasit pejgamberi alayhis salam i pyeti, a e dini se çka do të bëj unë sot me ju? Çka i kishin bërë pejgamberit alayhis salam mushrikët e Mekës? Ata e dëbuan nga vendlindja dhe pas 10 viteve emigrim, pejgamberi alayhis salam u kthye triumfues, por paqësor. Ju tha, çka mendoni se do t'ju bëj unë sot? Kur pejgamberi alayhis salam ishte në kulmin e fuqisë, në kulmin e pushtetit, në kulmin e trimërisë, ata
të zbehur dhe të friksuar, i thanë ne nuk presmi asgjë prej teje përveç se mëshirë dhe falje, për arsye se ti je fisniku, i biri i fisnikut, i biri i fisnikut. Ata ja përmendën prej ardhën pejgamberit a.s. prej babës së pejgamberve, Ibrahimin a.s. Ai ishte fisnik, Ismaili a.s. ishte fisnik dhe pejgamberi a.s. e ka lozën nga Ismaili a.s. dhe për atë arsye ata thanë ne presim vetëm mirë. Atëherë pejgamberi a.s. tha edhe unë do t'ju them juve siç ju tha Jusufi a.s. vëllezërve të vet. Ju tha entumut tulaka, ju jeni të amnestuar. Ju dha një amnesti të përgjithshme së pari herë në historinë njerëzore, vëllezër. Për atë arsye Mekën e ndershme edhe më herët kanë dashur që ta okupojnë, që ta pushtojnë edhe perandori të ndryshme, siç është ajo perandoria romake, perandoria bizante. Mirpo pejgamberi Allahu xhalleshanu ja mundsoi vetëm Muhamedit a.s. me shokët e tij që të triumfon dhe ta çliron Mekën pa derdh një pikë të gjakut. Dhe për atë arsye në historinë njerëzore në përgjithësi dhe në historinë islame të muslimanëve në veçanti, çlirimi i Mekës është ditë madhështore për besimtarët musliman dhe vazhdon me kuptimet dhe mesazhet e saja, vazhdon të jetë gjallë ki kujtim, ki shënim i kësaj date madhështore të çlirimit të këtij qyteti të bekuar, qyteti i Mekës. Muhamedi a.s. me këtë rast kori një fitore të vërtetë dhe një fitore të plot, duke na dhënë shembullin e përtejmë se për projekte madhore, siç është edhe shpallja e fjalës hyjnore dhe vendosja e modelit të jetës sociale mbi parimet islame, mjaftojnë edhe vetëm 23 ditë apo 23 vjet punë dhe 23 vjet jetë. Ky është një moment madhështor ku pejgamberi a.s. atëherë një fotografi, një frekvencë nga kjo ditë triumfuese Bilalin radiallahu anhu, një zezak nga Abisinia, i cili disa vjet me radh ishte rob dhe sklav i zotërisë së vet, mirë po ai i cili u torturua në nxehtësinë e ditës, në mesin e shkretirës, vetëm pse besojke në një Zotin Allahun xhalleshanu dhe thojke me gishtin e tij të thatë dhe të liksht, thojke ehadun ehad, Allahu është një, Allahu është një. Çaj Bilal sot me çlirimin e Mekës ishte muezini i parë që thëriti ezanin Muhammedije, që buçoi me zërin e tij të bukur për së pari herë në Mekën e ndriçuar, në Qabën e ndriçuar, në Mekën e nderuar si qytet, dhe ezani i Bilalit u bë shenjë dhe u bë simbol që brenda 24 orëve sot në botë ezani Muhammedije nuk ndalet asnjëherë. Kjo është fotografia madhështore e ditës së çlirimit të Mekës. Mirpo pejgamberi a.s. me shokët e vet arritën një fitore të vërtet, një fitore të plot, duke na dhënë një shembull konkret shembullin konkret të besimtarit musliman si duhet të jetë. Kjo është një moment që ne duhet të mendojmë dhe ta pyesim veten, koha e fitoreve a ka mbaruar për besimtarët musliman? Flasim për fitoret e vërteta. Ne themi jo, asesi, ato nuk mbarojnë kur. Fitoret në aspektin ushtarak përfundojnë, por ato të vërtetat, fitoret e vërteta asnjëherë nuk mbarojnë. Fitoret të cilat çdo herë ofrojnë zgjidhje dhe alternativë për problemet e shumta të shoqërisë në botë dhe të cilat kontribojnë për një jetë më të mirë për njerëzimin, ato fitore asnjëherë nuk përfundojnë. Fitoret në jetën shkencore, në jetën ekonomike, sociale, politike, janë fitore dhe janë çlirime që kur nuk përfundojnë. Çdo ditë e re për neve si besimtar musliman ka një fitore e cila na pret. E jona është të çajmë rrugën deri tek fitoret e një pas njëshme. Na vjen keq dhe jemi të shqetësuar të konstatojmë se shumica e besimtarëve musliman sot i harojnë kuptimet
dhe mesazhet e thella që i përmban çlirimi i Mekës. Ata e harrojnë thelbin e çlirimit dhe i përkujtojnë çdo herë në mendjet e tyre vetëm shkatrimin dhe coptimin e putave apo idhujve të cilët ishin mbrenda në Qabe dhe jashtë Qabës. Disa nga ne kanë iluzione se me thyrjen e idhujve fizikisht vjen edhe çlirimi. Kjo është gabim i madh. Kjo është keq kuptim i çlirimit të Mekës. Çlirimi i Mekës është tregim i gjatë. Ai filloi me fjalën më të bukur, më të ëmbël që qielli i foli tokës, që meleku më i madh, Xhibrili alayhis salam i foli njeriut më të përsosur, vulës së pejgamberisë, më të mirit të njerëzisë, Muhamedit alayhis salam me fjalën më të ëmbël, Ikra, lexo. Pra fitoria, çlirimi i muslimanëve filloi me fjalën Ikra në shpellë dhe vazhdoi për plot 23 vite të vështira. Sipas disa komentuesve të Kuranit, famëlart, premtimi për fitoren ose çlirimin e Mekës përmendet në fillim të kaptinës El Feth, kaptina e çlirimit, ku Allahu xhalleshanu thot: "Estaizu billah bismillah, inna fatahna laka fathan mubina." Ja Muhammed, ne ty ta dham, ne për ty vendosëm një fitore të qartë, një fitore të sigurt. Për atë arsye vëllezër, ndërsa surja Nasr, surja e çlirimit apo surja e ndihmës, e cila vin ka fundi sipas radhiqes të Kuranit famëlart, ka zbritur pas çlirimit të Mekës dhe gjendet gati në fund të Kuranit sipas renditjes. Që të arish, kjo na jep të kuptojmë se, që të arish deri te surja Nasr, surja e ndihmës së Allahu xhalleshanu, duhet ta lexosh dhe ta praktikosh në jetën e përditshme tër Kuranin famëlart. Ky fakt na jep të kuptojmë se mes fitores dhe ndihmës së Zotit duhet t'i plotësojmë disa kushte, duhet falje, magfiret të gjunave, mëkateve tona të mëparshme, duhet plotësim të dhuntisë së Zotit xhalleshanu dhe udhëzim në rrugën e sirati mustekimit, në rrugën e drejtë. Për atë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam me shokët e tij të ndershëm e kishin të njohur shumë mirë faktin se nuk ka ashensor të shpejt që të shpihet deri tek fitoria apo te çlirimi. Por se ne si besimtar musliman patjetër duhet të ngjitemi shkallëve një nga një. Para thyrjes së idhujve fizik, putave fizik, duhet të thyhen idhujt në mendjet dhe në shpirtat tonë. Prandaj, rruga deri te fitoria kalon nëpërmjet një tuneli të gjatë, të errët, të ftohtë, plot me gropa. Ibrahimi alayhis salatu wassalam, kemi edhe shembullin e jetës së tij. Ai mori sopatën një ditë dhe i theu krejt idhujt dhe putat e asaj kohe dhe kështu e fitoi dënimin më të rrept, dënimin me zjarr nga populli i vet. Adhuruesit e idhujve në kohën e Ibrahimit alayhis salam i shqiptuan dënimin më të rënd Ibrahimit alayhis salam, për të cilit dënim shpëtoi vetëm fal fuqisë dhe ndihmës së Allahut xhalleshanu fuqiplot. Mirë po, bindja e Ibrahimit alayhis salam, edhe prej këtu ne nxjerrim një mesazh apo një mësim të bukur. Bindja në Allahun xhalleshanu, imani i fortë i Ibrahimit alayhis salam, kur ai ishte pak para se me hudh në zjarr, erdh Xhibrili alayhis salam i tha, meleku më i madh, eleke haje, a ke ndonjë nevojë? Ja Ibrahim, ai ju përgjigj me plot bindje. Tha, prej teje asnjëherë. E tha fjalinë e tij të mrekullueshme, tha, ilmuhu bi hali agna an suali. Dituria absolute e Allahut xhalleshanu për gjendjen ku gjindem tash më mjafton mua nga kërkesa që ti kërkoj ndihmë Allahut xhalleshanu ve xhelle xhelalu. Dhe kështu Ibrahimi alayhis salam kur u mbështet plotësisht te Allahu xhalleshanu, Allahu i prishi ligjet, zakonet e veta të kësaj bote. Zjarmi e dim se e ka zakon dhe është ligj që të djeg. Mirë po Allahu xhalleshanu që është krijuesi i zjarrit, krijuesi i ligjit të zjarrit, i tha për Ibrahimin alayhis salam, kuni berdan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr, bo i ftoft
dhe i freskët për Ibrahimin a.s. Dhe kështu, për gjatë çlirimit të Mekës, kur kthehemi në ditën triumfuese gjatë çlirimit të Mekës, nuk ka asnjë transmetim për çudi se kur u thyen idhujt, putat, ndonjëri prej mekazve, prej mushrikëve të Mekës është alivanosur nga keqardhja. A thua pse? Është rast për t'u habitur. Si ka mundësi që ata të mos ndjenin asnjë shqetësim për zotat e tyre që po shkatroheshin? Përgjigja është shumë e thjeshtë, se profeti Muhammed a.s. njëherë pikë së pari u atheu idhujt në kokat e tyre. Prandaj thyerja fizike kaloi pa asnjë reagim prej tyre. Thot pejgamberi a.s. në lutje që duhet ta mësojmë dhe ta themi çdo ditë në mëngjes, kur ndonjëri prej jush zgjohet nga gjumi, le të thot, ne jemi zgjuar, por edhe sundimi i Allahut, Zotit të botrave. Allahu im, unë kërkoj të mirën e kësaj dite, të mirën e kësaj dite, fitoren e kësaj dite, ndihmën e kësaj dite, dritën, nurin e kësaj dite, bereqetin dhe udhëzimin e kësaj dite dhe udhëzimin e mirëfillt të kësaj dite. Pra fjale e pejgamberit që na prek neve është fitoren e kësaj dite. Fitoren e krejt diteve, pse jo, o vlla besimtar musliman. Muhamedi a.s. po na thot se çdo ditë mund të korim fitore të reja. Vlla i dashur, pyet e veten, çka kam përgatitur unë për fitoren time? Sa jam veshur me cilësinë e diturisë, me cilësinë e urtësisë, në aspektin shkencor, në aspektin edukativ arsimor, ai i cili është më i ditshëm, ai sot sundon me botën. Ju e dini rastin e shembullit të sultanit Mehmet Fatiut të dytë, ai kur ishte i vogël, fëmijë 10 vjeçar, hoxha i vet Akshëm Sedini e mësojke për shumë gjëra, për shumë dituri, në shumë lëmi. Mirë po ai ushtrojke çdo herë kish merak aftësitë ushtarake me shpatën e tij. Dhe një ditë i tha të bish me flet dhe të pushosh. Mirë po kur u zgjua hoxha i vet e pa dritën e kallur të ndezur të dhoma e sultan Fatiut. Dhe kur shkoj mbas mesnatës e pa se ai bojke plane, programe, metodologjia se si do ta çliron Konstantinopolën. E kishte ëndër mishdën e pejgamberit a.s. i cili tha lumë për atë komandant dhe lumë për atë ushtri e cila do ta çliron Konstantinopolën, Stambollin e sotshëm. Dhe hoxha i tha, pse nuk pushon? A të thash se nesër do të zgjohemi herë dhe do të mësojmë astronomin, astrologin, matematikën, krejt lëmi që duhet? A i tha, pune isha duke bërë plane. Tha, mbaje mend, edhe e qortoj shumë frikshëm. Tha, Allahu nuk ja mundson një udhëheci të paditur, gjahil, ignorant, çlirimin e Konstantinopolës. Çlirimin e Konstantinopolës, Zoti ja mundson njeriu të ditur, komandantit të ditur me dituri dhe shkencë. Për atë arsye, çka kemi përgatitur ne sot për fitoren tonë? Ti nuk je njeri i thjesht, o musliman, ti je i veçantë, ti je besimtar musliman, ti je ke detyrim fars që ti shkatrosh pikë së pari idhujt që kemi krijuar në mendjen, në zemrën dhe në shpirtin tonë. Si që janë pesimizmi, përtatësia, paaftësia dhe indiferenca. Ti nuk je njeri i thjesht. Pra, fshije mendimin se ti nuk mundesh dhe ec drejt fitores. Islami, feja islame madhështore e jonja na mëson se çlirimi i mendjes është para çlirimit të kështjellave. Ndryshimi i arsyes është para ndryshimit të rrugëve. Para çlirimit të Mekës, pejgamberi a.s. e kishte çliruar dhe e kishte ndriçuar mendjen e banorëve të Mekës me besim dhe me dritë hyjnore. Muslimanat, kudo që shkuan në përbot, u apastronin trurin njerëzve me fjalën La ilaha illallah. Ata e mbillnin farën e besimit, sigurisë, paqes dhe drejtësisë. Ata e pastronin botën e tyre shpirtërore me vlera, para se ti pastronin rrugët e tyre nga bërloku. Prandaj, prej nesh kërkohet që para se të zgjerohemi në kuptim geografik dhe fizik, ti zgjerojmë dhe ti zhvillojmë
mendjet tona me dije dhe shkencë. Para se të mbjellim lulishte e pemë, të mbjellim në zemrat tona pemën e besimit, pemën e mirësisë dhe pemën e dhemshurisë. Besimtari i dashur, që je duke na ndjekur sot në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, dita e çlirimit të Mekës, dhe që mund ta përcjellish këtë bashkëbisedim tonin të ngrohtë dhe të bukur, të jap një këshill. Asnjëherë mos pyet për sipërfaqen e një shteti dhe popullatën e atij shteti, por çdo herë pyet për sipërfaqen e që zën idetë e tyre dhe sa janë mendjehapur ai popull. Në fund, agjerues të dashur, ju dëshiroj një Ramazan plot fitore. Inshallah është ky Ramazani jon numër 1 në jetën tonë, në Ramazani i vërtet, Ramazani prej të cilit do të dalim me ndryshime të mëdhaja. Pra ju dëshiroj një Ramazan plot fitore dhe çlirime, paçi një agjerim të lehtë dhe të pranuar inshallah te Allahu xhalleshanu. Zoti na i mundsof që të ulemi edhe sot në sofrën e Zotit, e që është sofra e iftarit, dhe na i mundson të ham dhe të pim nga ushqimet të cilat i kemi fituar vetëm nëpërmes rrugëve të Allahut. Mbetëshi dhe qofshi në mbrojtjen e Zotit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.